hapësire për kalkulime. Fillon takimi. Parët me topin janë lojtarët e Suharekës. Këtë sezon, Karrica, Gjuajtja devijohet në korner. Por ka një komunikim me dhomën e varit dhe është ftuar në ekran. Këto janë pamjet. Më në fund ka parë pamjet gjyqtari Shala dhe është penalti për Ballkani. Niset Karrica, goditja 1-0. Kryeson Ballkani, minuta 33. Bernard Karrica shënon nga penaltia. E humbi topin Fetahaj. Karrica faulohet. Do mbetet me 10 lojtar. Është kthyer Shala në teren. Kartoni i kuq për Karricën. Direkt. E kishte një të verdh. Hasanaj. Duket pozita e dyshim për Zegën, aksioni vazhdon. Mevlan Zega brenda zonës, devijohet ai tot, përfundon në rrjedh, por goli nuk vlen. Ka qenë offside. Ja, kjo është pozita e Zekës, që kam përshtypjen se po mbajnë në lojë nga Botoku. Pastaj devimi vendimtari Halilit. Dhe më në fund kemi një vendimës gol. Barazon Suareka 1-1. Valentin Serebe është futur në zonë, rrëzohet. Vendimi i gjyqtarit është për penalti. Minuta 48, çfarë gabimi nga Eneit Kodra. Kartoni i dytë i verdh përjashtohet ai. Pa besueshme. Ka shkaktuar 2 penalti në këtë ndeshje. Kodra duke kushtuar secila penaltime nga një karton të verdh dhe niset ai përballë Avdi Metajt. Serebe 2-1 Ballkani. Valentin Serebe ja del të shënon. Yll Hoxha vazhdon ta mbajë topin. Një tjetër top i mirë në zonë. Zeka e kontrollon disi, rrëzohet, kërkon penalti, gjyqtari nuk bindet. Gjini. Ja dhe njerë. Qenë goditja e Almir Odës ndaj Mevlan Zekës. Penalti për Suharekën, minuta 75. Niset Zeka, goditja 2-2. Barazon Suareka, minuta 76. Mevlan Zeka realizon. Dhe këtu e mbyll sytë në gjyqtari. Suhareka 2, Ballkani 2. Suhareka